Sa kohë ju kishte mbetur për të vuajtur? 2. 2 vjet. Për çfarë ishi dënuar? Për mashtrim. Çfarë do të bëni tani? Duhet si po filloj jetën nga fillimi, po do ri çako do largojmë. Jeni penduar për çfarë keni bërë? Sinqerisht, sigurisht jemi penduar. Shumë e lumtur. Ku shu pret jashtë? Familjarët e mi. Kanë se do më çojnë kështu me këto të shoqatës. E jam nga Korça. E i falenderit shumë që na liruan. Por atash, ma putën gjep. Me në kalamajnë na. Lero zi. Halë ka, po që të bëj. Tani presja fëmijët dje kënaqur. Jam shumë e kënaqur sot që u lirova. Mas kaq viteve, Sa vite ke qenë? 14 vjet, 1 vit më ka fal shteti. Falenderoj Zotin edhe shtetin që ma boni të mundur këtë liri bashkohem me fëmijët, se kam 7 vjet një jetimore fëmijët e mi. Nuk e di se çfarë jetën pret. Jam shumë e lumtur. Besoj e në shpresoj me Zotin nalt se të vjen një lirim sa më i shpejt edhe atyre të tjerëve që janë mrena, që nuk e meritojnë fare atë dënim që kanë marrë gratë që janë aty mrena.